Diskutimi i aktivitetit gjatë vitit 2012 të Endit Rregullator të Energjisë u shoqërua me debate të forta në Komisionin e Veprimtarive Prodhuese. Jo vetëm që e ke izoluar nga rreti evropian, por e ke... Sipas opozitës, ERRI deri tani mban përgjegjësi për dy çështje mjaft themelore: dështimin e privatizimit të ÇEZ dhe situatën monopol që mbetet në linjat e transmetimit të tensionit të lartë. Po si është e mundur vallë që nga një trumpetim i suksesshëm dhe më vonë në dështim askush nuk mban përgjegjësi në lidhje me atë që ka ndodhur? Si erdhi ky dështimi ÇEZ-it? Papritmas? Apo u zhvillua gradualisht? Çfarë analizë është bërë? Cilat janë shkaqet? Jemi vetëm një vend në rajon të në Europë që nuk jemi lidhur me rrjetin evropian 400 km. Shikoni hartën e Maqedonisë. Është e lidhur jo vetëm me vende kufitare, po ka dhe unazën e brendshme. Shqipëria është zero. Ka vetëm linjën me Mali Lezi, furnizuese nëpërmjet që importon energji elektrike nëpërmjet Serbisë. Kemi një linjë 220 kV që mbulon furnizimin me energji për Kosovën dhe për ne, dhe shkëmbimin e energjisë, kuptohet që ne jemi në momente që po eksportojmë dhe shkëmbimin e energjisë të mjaftueshme midis dy shteteve. Njëkohësisht interkoneksioni midis Greqisë dhe Malit të Zi mbulon plotësisht prodhimin ton shqiptar dhe importin ton në lidhje me Europën. Jashtë dyerve të komisionit i pyetur për performancën e deri tanishme të kompanisë që shpërndan energjinë, kreu i ERRI-s u shpreh se deri tani kompania ka ulur në mënyrë të ndjeshme shpenzimet për paga, ndërkohë që arkëtimet kanë mbetur në nivele të njëjta. Është zvogëluar në mënyrë të ndjeshme shpenzimet operative të kompanisë. Ka përmirësim në mbledhjen e lekëve, ka përmirësim edhe për humbjet. Pak a shumë ndoshta edhe arkëtimet kanë qenë aty afër, e thash, me 2-3% krahasimi me përposhmet. Deri tani ÇEZ shpërndarje po shlyen borxhet që kanë ndaj operatorëve të tjerë si Kesh dhe OST, por gjithçka do të varet nga rezultatet që administratori Risa Hidollapi do të nxjerrë në arkëtime. 2 ditë më parë edhe kryeministri Berisha organizoi një takim me krerët e sektorit energjetik, ku në fokus qëndronte përmirësimi i furnizimit dhe shpërndarjes së energjisë në zonat problematike.